Pika e kalimit kufitar të Kapshticës vijon të përballet me një fluks të shtuar lëvizjesh në kuadër të sezonit veror dhe rritjes së numrit të udhëtarëve që hyjnë dhe dalin nga vendi. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë 5 ditëve të fundit nëpërmjet doganës së Kapshticës kanë kaluar rreth 21.000 qytetarë dhe mbi 8.400 automjete. Strukturat doganore dhe ato kufitare mbeten të angazhuara për menaxhimin e fluksit me qëllim për shpejtimin e procedurave dhe shmangjen e vonesave për udhëtarët. Autoritetet parashikojnë që numri i lëvizjeve të të rritet në javët në vazhdim, ndërsa sezoni turistik hyn në periudhën e tij më intensive. Ndërkohë në palën greke janë krijuar radhë të gjata automjetesh, ku kolona e mjeteve ka kaluar 2 kilometra, ndërsa udhëtarët janë të detyruar të presin mbi 1 orë për të përfunduar procedurat e kalimit. Sipas udhëtarëve, situata është shkaktuar nga puna me sportele të reduktuara nga ana e policisë kufitare greke, si dhe nga zbatimi i procedurave të reja të kontrollit. Marrja e shenjave të gishtërinjve dhe fotografimi i fytyrës për çdo udhëtar ka shtuar kohën e përpunimit në kufi, duke krijuar vonesa të konsiderueshme. Situata ngresh shqetësime të veçanta në prag të sezonit turistik veror. Qytetarët kërkojnë shtim të sporteleve dhe masa për përshpejtimin e procedurave, në mënyrë që të shmangen pritjet e gjata në kufi.